Po kështu, siç po ta bëj unë. Kështu. Po. Karakteristikën e këtyre, po. Ke fillu me ardhe stilin, tash si shoqja, që ike. Aty nuk ta qaj hallin, po kuptoj që s'do me ta qaj hallin. Jo, fare. Për këtë një. Jo, fare. E nese edhe pastaj vjen pas një 10 minutash qerefore. Unë me mdoj, thaj, që vjen shumë mirë që dy nuk do flasim më bashkë. Që dy nuk do flasim më bashkë. Mirë pa. Se jam mësuj, thash, me të përgjigjet pas 2-3 ditësh biznesi, thash. Se kështu du nga 2-3 ditë biznesit me ndohë të përgjigjet. E që nga i me të luhatit e humorit dhe ke i dentës. Si është tani, nuk është pastaj. Më duket, se o bën vetë, është bipolar me vërtet, se s'ka mundësi, pa dashur. Më them nuk ka gjithë gjë tjetër. Mungesa e cigares. Qa më duhet më? Se kuptove? S'është problemi im. Se kuptove? Po e kuptoj. E kuptoj, nuk se kuptoj, të shkime shtë. Po. Po që ideja është, s'është problemi im. Fare, zero. Flasë për bipolaritetin. Po, ideja është tani nga që i lëndova në thojza shoqe, foj duke marrë për kot. Dhe më hoqë moderatoren, edhe unë mërsita, aty unë mërsita unë kejse, thash, të shofi marrë një spektaklin për fund vit, ku do i ketë sytë, më thujti. E që do të bëja unë, zdo beja si gjë. Pse se do në të këtë jalin të shoqës si spektaklin. Ta jeni shumë. Regjia ka vendosur ta që nuk do jeni pjesë i spektaklit. Kjo është regjia. Ka kanë të, do me thënë, është e drejta me folë një emër këshu gja me afut kot. E caktu me regji. Kur ishim mirë edhe prandaj. Edhe dikush me bukra, se ishte pa nisur prajmi, po diskutonim të gjënë. Edhe ishim 4 moderator. Edhe dukeshin shumë, tash për spektaklit dhe i gjatë, 4 moderator nuk janë shumë. Se mund të prezentojmë dyshe me batuta. Që përfundim. Prit, s'kemi arrit akoma. Nuk vaj. Edhe i thashun që mos i ngeli hapja s'kujt, nëse 4 moderator të duken shumë, e bëjmë me shorte, i tash edhim shorte, që mos i ngeli hapja s'kujt, e lejmë letër, kupton? Edhe është më e drejtë, kupton? Jo. Saktoj moderatorë, po bëm 4 moderatorë, s'ka gjë. Saktoj gjën, moqi nga moderimi, u mërsita unë. Se po mendoja, sa po zjesha me të, nuk më plasi shumë. Kur i thash pasaj, po tjerë, kupton, i thash unë kam një nënë e një babë që do më shofim, dhe të më shofim të spektakli, apo si mendon këto, aty u preka unë, thova të qaja, se qa më thoshte, qepe gojë, mos e s'jatë me mu i thash, ta qepësh, i folja shumë keq, edhe shava barbon. Vetëm aty e kam të pru me këtë, edhe ja kam thënë barboni, thash se kena fol, kam thënë barboni, thash, dhe të kërkoj shumë djes, për të gjë. Ma ke thënë, dhe bëri si mërësitur, po e thash, ti më mërësite, ti më preke, dhe më bëre qaj, se ti më dojet më ndërprisje, një profesion, një prezentim që unë dua ta ushtroj si profesionet të ardhmen. Edhe nuk më pëlqeni thash që ti dojtë ta bëj këtë gjë, sepse mami e babi me din këtë gjë. Edhe duan të më shofin mu. Dhe po ti nuk do që ata të më shofin mu. Ta mos ta kaloj me familjen, ta mos ta kaloj me familje, fare, tash të tregoj si është. Kemi gjë tjetër. Ka mund që mos ta përmendesh familjen. Raste që më vjen ta përmend. Edhe vetëm aty më ka pak kështu. Ka pa dikush duke qarë, edhe më dëgjoj ta këshill personale. E di. Jo. Mund. Ky më ka bota përmend familjen, sepse një bëri atë situatën, dhe ashtë nëna ime babi im nuk mund të shohin të gjëna, dhe shtuet. Dhe shkull, familja ime nuk më qovi një pizza ven, që bën lëvizje prej cirku, duke qenë se është një person që gjithë më shumë televizor nga gjithë ne këtu, dhe të bëj këto veprime turpi. Varet si të vjen kur je kështu, po nejse. Kujko? Në luftën më të madhe që kam, unë kam e vetëm. Për mos e s'ka duar. Po me vetën e kam, do unë, që kujton të?
për mos... Këta i çnon qetësia ime, se unë vetëm ky e sa më provokon, ky prandaj ma bën kështu. Po unë nuk i flas më kurrë këti, e kam mbyll me të. E kam mbyll që sot. Përfundimisht. Zero. Po, sot. Sepse sot që kishe ditëlindje, unë e kam toleru ka stile. Ka ditëlindje sot? Iku, i marroj ditëlindje. Po ku e di unë?